Dhe kjo ka qenë një citat i futbollit brazilian, se brazilian gjithmonë poshin nga 4-5 gola po hashin 3. Ndërsa sot nuk pranohet hash asa dhe një gol jam të hash 2-3 apo 4 gola. Kështu që forca dihet që forca e Francës është sulmi, me ato hyje që sido që t'jetë puna, nëse marrim rastin e kundërt, Argentina është e mbarur nga Leo Messi, në mos ju lut me Leo Messi, çfarë do të bëjë Argentina, ka një pikpyetje të madhe, ndërsa Franca, me që ti udhëheqës kryesor është Mbappéa, nëse filluan Mbappéa ose Mbappéa nuk ka gjendjen e tij optimale, Franca ka kapacitete që nuk do ta ndjejë shumë atë gjendjen e momentit të Mbappés. Kështu që Franca është tepër e rrezikshme në lojën sulmuese, por trajneri spanjoll besoj do të ketë marrë të gjitha masat që mos t'i krijojë mundësira, mos t'i krijojë hapësira futbollistëve të Argentinës, të cilët janë shumë papërballueshëm, sidomos kur ju krijon zona prapa shpinës së mbrojtjes kundërshtare. Dhe me qënë se jemi të hyjet e dy kombëtarëve, flasim pak edhe për Kylian Mbappé që vijon që të thyej rekorde. A mund bëj diferencën ky lojtar në një ndeshje të këtij niveli, pasi nuk do të luaj vetëm për një bilet në finale, por do të luaj edhe për të thyer rekorde të tjera. Kujtojmë që është në një luftë në distancë edhe me Leo Messin për golashnuesin e këtij botrori. Është ideja ka një gjë, edhe këto stimujt apo titujt që merren personal janë gjithmonë në ndikim të ekipit. Golat e Mbappés, ka botë, po boni 10 prapë janë në ndikim të ekipit, janë në ndikim të Francës. Kështu që janë të lidhur angusht me njëra tjetrën. Këto e dëmtojnë njëra tjetrën, por individi mendon pikërisht për këto rekorde dhe nuk mendon për ekipin. Gjë të cilën nuk der tash faktikisht tek Franca nuk e kanë bërë, sidomos edhe tek Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ka qenë edhe në shërbim sulmues të tjerë, nuk ka atë egon e madhe që të shënoj unë, po ka gare se si del përfundimi i ndeshjes. Kështu që e shoh edhe të shkrirë me ekipin Kylian Mbappé. Pavarësisht mosha e tij është do t'i thuj patjetër, në mos këtë botror i arshëm, nëse ai do të jetë në ekipin përfaqësues, se varet situatat se si ndodhin, ai do t'i thyej gjitha këto rekorde. Si e komentoni këtë luftën në distancë mes Messit edhe Mbappés? A mundet që këtë botror, pse jo Mbappéja të kaloj një yll botror si Leo Messi? Pse jo, është e mundur, gjithçka është e mundur. Sidomos me atë grup, me atë ekip që ka Franca, me aq gola sa ka shënuar, me aq sa ka humbur etj, kështu që i ka të gjitha mundësitë. Spanja është vlerësuar edhe për lojën kolektive. A është ky avantazhi i saj më i madh ndaj Francës, një pikë e fortë që iberikët kanë? Padyshim, unë e thash edhe më përpara. Edhe gjendja e Lamin Jamalit, i cili nuk ka ardhur me gjendjen e tij optimale në këtë botror, ka ndikuar ndoshta, po për mendimin tim ka ndikuar shumë në lojën sulmuese të Spanjës, por pjesa tjetër e grupit, mbrojtja me sfusha, janë në një unison, janë një pjesë e asaj që përbën forcën kryesore të Spanjës, të grupit, të skuadrës. Cili duel individual në fushë mendoni se mund të jetë më interesant për të ndjekur, kur Mbappé, Yamal, që janë edhe dy nga lojtarët më të shtrenjtë të këtij botrori, nëse Yamal vlerësohet 200 milion euro, Mbappé është 180 milion euro. Dhe mund të themi një tjetër kuriozitet është se janë dy kombëtarët me vlerën më të lartë në këtë botror, çfarë përkthehet në cilësi, spektakël dhe emocione deri në sekondën e fundit. Padyshim, këto e kanë garën në njëri tjetrin. Ndërsa ekipi bën punën e vet. Gjithmonë nëse këta janë në shërbim të ekipit, i rritet vlera e ekipit, por unë, sipas mendimit tim, unë e shoh të gjithë ndeshjen duke u luajtur ndërmjet dy luftimeve në mesfushë, kush kontrollon mesfushën dhe aftësisë për të mbrojtur urinë sulmuese të Francës, domethënë gjithmonë nga mbrojtja e Spanjës. Dhe kur themi mbrojtja e Spanjës, mbrojtja në grup, mbrojtja në ekip, se sot nuk mbrojnë mbrojtësat vetëm, apo edhe sulmuesit nuk sulmojnë vetëm, po sulmohet dhe mbrohet në grup gjithmonë. Zoti Ballxhini, a prisnit që këto kombëtare të arrinin deri në fazën gjysmëfinale, nuk po flas vetëm për Francë-Spanjë, por edhe Argentinë-Angli, apo ka qenë ndonjë ekip tjetër që mbase mund ta ketë merituar më shumë, flas këtu për Norvegjin, apo edhe ekipe që kanë dhënë shumë në këtë botror? Dhe po të vejmë re,
sortin me cilët i ka përballur dhe Norvegjia që bëri një paraqitje të jashtëzakonshme për mendimin tim, nuk është se meritoi me shku me shumë, sepse nuk është se Anglia i vodhi diçka Norvegjisë, domethënë të kuptohemi. Mund të kalonte edhe Norvegjia, po Anglia nuk i vodhi gjë Norvegjisë, kështu që kur përballesh në ndeshjet me eliminim direkt, kjo është njëri shkon në shtëpi, tjetri vazhdon rrugën. Nesër do të luhet edhe dueli tjetër, super sfida Argentina-Angli, një nga rivalitetet më të mëdha në historinë e futbollit. Si e parashikoni këtë sfidë? Kë shihni si pak më të avantazhuar? Ndeshja unë e shoh të barabartë normalisht. Është më e barabartë se sa Spanja Francë. me Francën.